Koalicioni PDK-LDK nuk funksionon. Ky është mesazhi i zgjedhjeve lokale për LDK në 5-6 komuna të Kosovës. Prishtina, Mitrovica, Gjilani, Fush Kosova e Peja treguan se votuesit e LDK-s nuk e duan koalicionin me PDK-n. Në Prishtinë vota Orhan Ismailit u nda gati në mënyrë kirurgjikale mes LDK-s e vetëvendosjes. Si me thonë, pak më shumë se gjysmën e votave të Orhanit i mori përparimi e pjesën tjetër Hajrullahu. Dallimi në Prishtinë kanë bënë besoj votat e AAK-s. Këtu s'ka pas zyrtarisht koalicion mes LDK-s e PDK-s. Ama për shembull në Gjilan, LDK-ja ka pasur koalicion zyrtar me PDK-n. E ky koalicion lirish mundemi me thonë që e ka penalizu Arbër Ismailin. Më sakt, Ismaili i LDK-s mori me pak vota në rondin e dytë se sa në rondin e parë. Koalicioni me PDK-n ja humbi Ismailit 1122 vota. Prej 15.332 votave, Ismaili ra në 14.210. LDK-s nuk i dhezi koalicioni me PDK-n as në Fush Kosovë. Përveç që LDK-ja humbi garën në Fush Kosovë, kandidati i vetëvendosjes Valon Prebreza u rrit në vota. Bile mori vota të reja më shumë se sa Besnik Osmani i LDK-s. Edhe në Mitrovicë nuk ka dhezë koalicioni PDK-LDK, sepse PC mori mbi 2000 vota të reja, ndërsa Arjan Tahiri, që kishte përkrojnë e LDK-s në rundin e dytë, humbi vota. Çështja e Mitrovicës është pak më komplekse, duhet me prit tash edhe hetimin e prokurorisë për pretendimet e PDK-s për procesin atje. Edhe në Pejë është e njëjta historie. Gazmet Mahajgjeri që kishte koalicion me PDK-n i humbi gati 200 vota, ndërsa Talen Kelmendi është rrit për gati 600 vota. Pra mesazhi i elektoratit të LDK-s është i qartë kristal. Ky elektorat nuk e pëlqen koalicionin me PDK-n. Nuk e ka përkrahur në asnjë komunë ku ka qenë ky koalicion. Është mesazh që LDK-ja duhet me lexu drejt. Është mesazh të cilin Lumira Abdigjiku duhet me lexu seriozisht dhe pa ekuivoke.